Pozita dhe të drejtat e fëmijët në Islam. Islami ka kushtuar një rëndësi të veçantë çështjes së fëmijët dhe fëmijësisë, duke i përcaktuar fëmijët të drejta dhe detyrime të shumta. Nganjëherë njeriu mund të habitet nga numri i tyre, por ato kërkojnë kujdes dhe përkushtim në mënyrë që ai të mësohet t'i zbatojë dhe t'i respektojë. Kjo nuk është gjë tjetër veç se kujdesi i sheriatit për të gjallëruar dhe për të forcuar frymën e lidhjes dhe të solidaritetit ndërmjet pjesëtarëve të shoqërisë islame. Fëmijë gëzon një pozitë të lartë në Islam, edhe nëse është jo besimtar. Islami ka kushtuar rëndësi të veçantë fëmijët, duke nxitur përmirësi dhe sjellje të mirë ndaj tij, si dhe duke ndaluar në çdo formë të lëndimit apo dëmtimit të tij. Lidhja e fëmijësisë ka një rol të rëndësishëm në integrimin dhe funksionimin e shoqërisë. Ajo vjen menjëherë pas lidhjes farefisnore, pasi fëmijësia ushtron ndikim të ndërsjellët në jetën dhe ecurinë e familjes. Fëmijësia përbën mjedisin e vogël shoqëror, në të cilin jeton familja, dhe mbi të reflektohen dukuritë, sjelljet dhe praktikat edukative të saj. Për këtë arsye, vërejmë se metodologjia islame i ka kushtuar kësaj lidhje një kujdes të veçantë. Kurani i Shenjtë ka përcaktuar një metodë të drejtë dhe objektive në marrëdhëniet shoqërore, e cila përmblidhet në mirësinë dhe bamirësinë ndaj anëtarëve të shoqërisë, veçanërisht ndaj atyre që lidhen me marrëdhëniet e fëmijësisë. E drejta e fëmijësisë nuk përcaktohet sipas përkatësisë fetare apo medhebit, por është gjithëpërfshirëse për çdo njeri, qoftë musliman apo jo musliman. Allahu e ka përmendur fëmijën në Kuranin e Shenjtë. Adhuroni Allahun dhe mos i bëni atij shok asgjë, dhe silluni mirë me prindrit, të afërmit, jetimët, të varfrit, fëmijët e afërt, fëmijët e largët dhe shokun pranë jush. Kjo tregon qartë se fëmijë zë një vend dhe pozitë të veçantë në Islam.